أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة الأذريمة إتاكوين وتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرغين محمد عليه الصلاة والسلام تدروار أجروسة jemi ka fundi I këtij cikli të ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall dhe jemi edhe ka fundi I muajit bekuar të Ramazanit, duke mbetur me shpresë që kemi përfituar nga ky cikël I ligjëratave ku jemi munduar që me I paraqit disa emra të Allahut Azza wa Jall, jo të gjithë, nga se kemi thonë që janë 99 emra, kemi përzgjedhur disa prej tyre, të cilët zakonisht apo konkretisht kanë të bëjnë edhe me muajin e bekuar të Ramazanit, me të vetëm qëllim që ta njohim Allahun Azza wa Jall më mirë më drejt, të mësojmë disa emra dhe të jetësojmë ata emra në jetën tonë të përditshme. Emri I radhës I Allahut Azza wa Jall është El Aziz, I cili është I gjithfuqishëm. Pra është emri I bukur I Allahut Azza wa Jall që është cek në Kur'an 100 herë, pra ka në librin e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa cilësia e Allahut Azza wa Jall është El Izza, thotë që Allahu është I gjithfuqishëm subhanahu wa ta'ala. Sa I përket kuptimit të këtij emrit të bukur të Allahut Azza wa Jall, dietarët e kanë ndarë këtë kuptimin e këtij emri në 3 lloje. E para është ka ardhur emri Allahut El Aziz dhe cilësia e tij El Izza, thotë në aspektin e fuqisë së përgjithshme. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu Azza wa Jall është ai I cili është furnizues dhe është I gjithfuqishëm subhanahu wa taala. Që do thotë Allahu Azza wa Jall është I gjithfuqishëm në aspektin e fuqisë supreme dhe absolute. Kuptimi I dytë është ka ardhur El Izza në aspektin e vetmjaftueshmërisë. Që do thotë krijesat kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall. Allahu nuk ka nevojë për krijesat e tij. Pushteti I tij është absolut. Pushteti I tij nuk varet nga krijesat e tij subhanahu wa taala. Allahu është I vetmjaftueshëm dhe normalisht është ngadhjimtari ndaj çdo gjëje. Dhe krijesat e Zotit xhelalu ala janë të dobta përballë fuqisë së Allahut azza wa jall, janë të mposhtura dhe të përulura para fuqisë së Allahut azza wa jall. Sado që ndonjë superfuqi botërore bëhet, edhe shumë fishohet, kur ta krahasoj me fuqinë e Allahut azza wa jall, ajo është zero, për shkak se para madhrisë së Allahut azza wa jall çdo gjë bie dhe zhduket. Kuptimi I tretë është se Allahu azza wa jall me fuqinë e tij e ka çdo gjë në dorën e tij. Për atë arsye Allahu azza wa jall ka thënë walillahi al-izzat, e tërë fuqia I takon Allahut azza wa jall. Pastaj innal izzata lillahi jamia. Me të vërtetë e tërë fuqia I takon Allahut, prap ka thonë ajet tjetër. Dhe Zoti xhelalu ala ka treguar që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që fuqia e tij të jetë absolute. Mirë po, Zoti xhelalu ala me fuqinë e tij nuk I bën padrejti askujt azza wa jall. Allahu ka në duart e tij çdo gjë. Dhe kurkush nuk ka mundësi mi u kundërvy fuqisë së tij absolute. Për shembull Allahu azza wa jall thotë: "Qul illahumma malikal mulk." Thuaj te o Muhammed sallam, Allahu I takon I gjithë pushteti. Yu'til mulka man tu'til mulka man tasha. Ja e pushtetin kë do shti o Zot. Wa tanzi'ul mulka man tasha. Ja largon pushtetin, do thot kë do ti o Zot I madh. Wa tu'izzu man tasha. E ngrit kë do ti o Zot. Wa tudhillu man tasha. E për ul kë do ti o Zot. Biyadikel khair. Do gjë e hajdesh në duar tua. Innaka ala kulli shay'in qadir. Dhe ti I plot fuqishëm për çdo gjë subhanahu wa taala. Andaj a dëshiron me marr autoritet, a dëshiron me marr fuqi, a nëse I dobët, atëherë lidhur me atë që është I gjithfuqishëm. Pushteti I cili është pushtet suprem, sado që formohet fuqi botërore, ka shi fuqisë Allahut azza dhe pushtetet e Allahut, çdo gjë është zero, e mposhtur dhe e përulur. Për arsye Allahu ka thënë: "Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi idhnillah." Sa grupe njerëzit të vogla
kanë fitu kash i grupeve gjigante njerëzish. Me çka? Me fuqinë e Allahut azza xal dhe me ndihmën e Zotit xhelalu ala. Nëse je me njerëzit, por je kundër Allahut, je i dopt. Shumë i dobët. Nëse krejt njerëzit janë kundër teje, por e ki Allahun, je shumë i fuqishëm dhe je i pamposhtur. Dhe krenaria, fuqia i takon Allahut dhe gjithë ata që rreshtohen ka pala Allahut azza xal. Për të arsye Allahu tha: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la yafqahuna wa la ya'lamun." Tha Allahu azza xal, e tërë fuqia, krenaria i takon Allahut, pejgamberit të Allahut, muslimanëve, por munafikët nuk e kuptojnë këtë punë drejt, nuk e dinë. Andaj bëhu me Allahun azza xal do të jesh i fuqishëm, krenar, dhe Allahu do të jep fuqi të cilën nuk e ke pas asnjëherë. Lidhuni me Allahun azza xal të ndruar agjëruese. Nëse në Ramazan nuk lidhesh me Allahun, nëse nuk ke bindje se Allahu është i poshtetshëm dhe ka fuqi mbi çdo gjë, atëherë je i dobët, si në aspektin e imanit, si në aspektin e lidhjes me Allahun azza xal. Allahu na mëson me kuptu fuqinë e tij absolute. Allahu na mëson me dash Allahun dhe me jetu krenar si musliman, krenar si robër të Allahut azza xal, edhe me dalë nga kjo botë faqebar, krenar duke qenë musliman dhe rob i Zotit xhelle uala. Dhe takimin e ardhshëm, Zoti të mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.